Nëse Kosova do të përballej me ndonjë sulm të madh kibernetik, a do të ishte gati të mbrohej? Për kapacitetet, sfidat dhe dobësitë e shtetit në sigurinë kibernetike do të flasim në këtë epizod të podcastit 5 pyetje me Robert Shalën, ekspert i kësaj fushë, ligjërues në Universitetin RIT Kosovë dhe po ashtu personin që ka kontribuar në zhvillimin e strategjisë kombëtare për siguri kibernetike dhe në formësimin e kurrikulës së mbrojtjes në siguri kibernetike të FSK-s. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, zotri Shalë. Përshëndetje Flaka, faleminderit për ftesën. Atëherë kjo është një temë ndoshta shumë e gjerë, po dhe jo shumë e dëgjuar ose e njohur për opinionin publik. A mund të na tregoni që pse një shteti, të rast Kosovës, i duhet të forcojë kapacitetet e saj në siguri kibernetike? Pse duhet të mbrohet shteti nga diçka e tillë? Pyetje shumë e vënë, unë mendoj që ja vlen me diskutu ndoshta në nivel para se me paraqit kështu si pyetjen pse shteti i Kosovës me definu shtetin në termat e sigurisë kibernetike. Pra, përderisa në diskutim ka aspekti sigurisë konvencionale, shteti e përbën territorin e Kosovës, institucionet e saj, qytetarët që jetojnë brenda saj, shteti i Kosovës në hapësirën kibernetike duket shumë ndryshe. Normalisht në siguri kibernetike koha edhe distanca janë të kompresume. Njerëzit janë të ndërlidhur me persona tjerë në krejt botën, shërbimet ndryshme, kompjuterat ndërlidhur me që fizikisht janë në shtetet ndryshme, interneti është komplet një lidhje e krejt kompjuterave në botë me njëri tjetrin. Kështu që Kosova si hapësirë kibernetike, qytetarët e saj janë në çdo kënd, janë kur e përdorin Instagramin ose Facebookin, janë duke i përdorur serverat e kompanive të mëdha amerikane, ndoshta serverat nëpër Evropë dikon, kur janë duke përdorur e-Kosovën për shërbime, janë duke u ndërfaq në hapësirë kibernetike që është këtu të natë ASHI-a të institucionet tona, kur e shikojnë Radio Evropa e Lirë, ndoshta mundën me këshyr në YouTube ose në Instagram, por realisht ky content, ky video, ky material që është tash digital, distribuohet përmes rrjetave këtu. Kështu që hapësira kibernetike dhe Kosova është shumë e ndërlidhur me krejt botën. Edhe njëkohësisht benefitet e saj për shkak se jemi ndërlidhur, pra mundemi me u qas personave me shkëmby informata, me bo pagesa, me bo porosi në krejt botën. Vlen edhe e njëjta edhe për ata keqdashësit, për kriminalat, për shtetet armiqe, organizata, institucione armiqësore të inteligjencës e tjerë, të cilët e kanë aftësinë me i sulmu qytetarët, për shkak natyrës të hapësirës kibernetike. Është e rëndësishme për Kosovën, jo për qytetarin, kisha me thonë, për qytetarin e Kosovë mas pari, është e rëndësishme me mbrojtë se dita ditës vlerat tona, do me thonë, informata tona personale, besatash edhe paret, edhe sistemet e pagesave, kreditkartat e gjitha i qesim, jemi duke i qitë në hapësirë kibernetike, në platforma digitale. Edhe normalisht, ku ka pasuni, ku ka vlerë, ajo e njeh edhe krimin edhe personat keqdashës që dojnë mi vjedha të pare, mi keq përdora të dhana, mi shantazhu njerëz. Kështu që qytetarët e Kosovës mendoj që veç janë të vetëdijshëm, sepse mendoj që nështë edhe në nivel personal kanë pas përvojë ose në familje kanë pas çka mundën me qenë pasojat e sulmeve kibernetike. Kurse kur vjen puna te niveli institucional, Kosova si shtet normalisht që ekziston me një kontekst kompleks sigurisë, Kosova ka kërcënime edhe rreziqe të ndryshme prej vendeve të ndryshme të botës, e hapësira kibernetike e lejon që akter prej viseve të largëta me ardhe dhe me bo dam këtu në vendin tonë. Paqen fizikisht. Paqen fizikisht. Dhe në këto drejtim, sa është e gatshme dhe a ka kapacitete Kosova të përballojë ndonjë sulm eventual që u ndodh institucioneve të shtetit? Patjetër. Sulmet kibernetike nuk ndalen. Në esencë, sigurisht që Kosova
ka prit e ka përcjell shumë sulme kibernetike. Edhe në nivel institucional, në nivelin publik, po edhe në sektorin privat. Në hapësirë kibernetike, konflikti është diçka e natyrshme. Në fakt, kur nuk ka sulme, është një pikpyetje e madhe, se i bjen që nuk po mundëm i pa sulmet, ose nuk po mundëm me pa çka po ndodh. Se realisht norma e sjelljes në hapësirë kibernetike është me shumë kërcënime dhe me shumë sulme çdo ditë. Kështu që edhe institucionet tona, edhe kompanitë tona presin e përcjellin shumë sulme dhe mendoj që shumicën e kohës reagimi është i duhur edhe i saktë. Nëse flasim gjithmonë këtë aspektin institucional të shtetit, çka janë dobësitë dhe ndoshta edhe sfidat më të mëdha në këtë fushën e sigurisë kibernetike në Kosovë që ende nuk po adresohen? Mendoj që shumë gjëra janë adresu prej institucioneve tona dhe prej shtetit, edhe prej parlamentit, edhe prej vendimmarrësve tonë. Mendoj që vyn fokus edhe investim më të madh në ekspertizë, në rini, në përmirësimin e sistemit arsimor, edukativ, në përmirësimin e akademisë lartë, universitetet tona, shiqoni, në hapësirë kibernetike është punë e njerëzve. Njerëz janë ata që sulmojnë, njerëz janë ata që e mbrojnë vendin. Duhet me shtru pyetjen sa po investohet edhe si është plani afatgjatë për zhvillimin e kuadrove në Kosovë që kanë me na mbrojt vendin edhe qytetarët. Edhe Qyshemi në këtë drejtim ndoshta zhvillimin e kuadrove të reja si shtet? Ka pas progres këto 5 vjet e fundit, ka universitete private të cilat e kanë kriju programe të reja të sigurisë kibernetike me të cilat po tentohet aftësimi i trive në këtë fushë, po që këto programe lojnë për të dëshiruar, jo ndoshta veç për shkak institucione, se vullneti është aty, po është thjesht ekspertiza e gjon ligjet për involvimin e ligjeruesve të cilët nuk janë pjesë e akademisë, është problematike në Kosovë. Shumica njerëzve që janë marrë çto 10-15 vjet e fundit me siguri kibernetike nuk janë akademik. Janë kryesisht në gjuhë angleze i thonë practitioners ose persona të fushës. E ligji për me ligjeru ata në për universitete janë do gjana të çuditshme që e bojnë shumë vështirë me u zhvillu kurrikulat që duhet në për universitete. E treta është universitetet janë pak më të kadalshme në adoptimin e kurrikulave të reja. E di vetë se vetë është dashur me draftu kurrikulin për qendrën shtetërore për trajnimin e sigurisë kibernetike dhe është sfidë me ndërtu një kurrikul që i qëndron kohës në siguri kibernetike, se sa në ndrojnë shumë shpejt. Po mendoj që edhe nuk ka pas një vullnet konkret në aspektin publik tash po flas. Nuk ka pas një vullnet konkret prej vendimmarrësve tonë. Ja vlen me shku në universitetet tona teknike, me shku veç me usill, me hy prej sallës në sallë, me hy në për toalete, me këshyr, adem veç objektin po flas në çfarë gjendje është, e mandej me hy anej shihet që nuk ka pas një investim serioz dhe nuk ka pas një planifikim për zhvillim të këtyre kapaciteteve në nivel që duhet. Por kështu si shtet, sa hapa ndoshta jemi mbrapa në siguri kibernetike krahasu me vendet e tjera. Ju keni zhvillu strategjinë, keni kontribuar në zhvillimin e strategjisë kombëtare për siguri kibernetike. Çysh është Kosova në këtë fushë në krahasim me Shqipërinë, me Maqedoninë, me Serbinë, me Malin e Zi, marr parasysh që ende nuk e kemi një institucion të veçantë që merret ekskluzivisht me mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Gjithçka zhvillohet në kuadër të ASHI-s, që është një agjenci në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Mendoj që Kosovën nuk ka me mbrojt një institucion. Është e pamundshme. Vet ligjet e fizikës në hapësirë kibernetike e pamundsojnë këta. Në siguri konvencionale na e kemi ushtrinë, e cila e mbron edhe KFOR-in normalisht, të cilët e mbrojnë kufinin e Kosovës. Për siguritë brendshme, për sundimin e ligjet e kemi policinë. Edhe këtu kufejt edhe ligjet e fizikës janë shumë të qarta.
Në hapësirë kibernetike nuk është çaq e thjeshtë. Nuk ka një ushtri digjitale. Jo, nuk mundet me mbrojt ushtria e Kosovës kufinin kibernetik, se kufini kibernetik nuk ekziston si në natyrën e konvencionale që mendojmë një gjeografi, një hartë. Por Kosova në hapësirë kibernetike është e shkapërderë dhe në gjithka. Nuk mundet dikush me mbrojt një kufi, nuk ekziston. E dyta është një gjatë që është interesant, po më pëlqen shumë që e botë që të pyetje se ja vlen me viç pak me shtjellua din për punën e pritjes ose çka presin njerëz për një institucioni të veçantë, po. Qashtu. Se njerëzit presin, thonë, qysh se kemi adhen hala një institucion që mirët me siguri kibernetike, kryesisht me na mbrojt, edhe realiteti ka me qenë që ka me u themelu Agjencioni për Siguri Kibernetike, a e veç ka qenë një proces shumë i gjatë për këto vite që kanë kalu, po edhe kur themelohet në institucioni, nuk ka me mujt institucioni me mbrojt krejt qytetarët e Kosovës. Ka me pas kompetenca, me mbrojt nashta institucionet e vendit, me zhvillu, me shty regulativa për para, direktiva treja, me qenë me EU-n, po, a vazhdon tjetë penges në këtë fushë që ende se kemi këtë institucion. Unë e kam qartë se s'mund ta mbroj vetëm institucioni Kosovën nga sulmet kibernetike, po është më ndryshe kur ka njerëz që janë me kapacitetin konkret dhe adekuat pikrish për këtë punë. Dhe nuk janë njerëz që ndoshta kanë edhe punë të dyta dhe të treta, ja edhe këtë për sulmet kibernetike. Patjetër. Është pengesë, sepse ngadalson shumë procese nivel institucional. Ka shumë alat të cilë dojnë me bashkëpunu me Kosovën, shumë mundësi, po nuk e kanë një derë, një adres, dhe të gjithë janë të prit mu hapë kjo agjencion që me qenë një derë që i koordinon gjitha këto për siguri kibernetike. Po, unë e gjithmonë du me cek Kosovën veç mu e mbrojnë tritë dhe trejat e Kosovës, profesionista, inxhiniera të cilët punojnë edhe në institucione, po punojnë edhe jashtë në sektorin privat. Për shembull, nëse i shikoni bankat tona në Kosovë, plot prej tyre i kanë ekipet e mëdha të inxhinierave, ekipet sigurisë kibernetike që na mbrojnë neve çdo ditë. Pra nëse i përdorim shërbimet bankare në Kosovë, janë të mirë mbrojtura prej njerëzve tonë. Kompanitë ndryshme teknologjisë të cilat ofrojnë shërbime i kanë çdo kapacitete. Domethënë, në sektor privat ka njerëz që mbrojnë Kosovën çdo ditë, dhe ata kanë me qenë mbrojtja mos thon shumica e mbrojtjes për neve edhe në të ardhmen. Thatë më herët që Kosova ka pas sulme dhe vazhdimisht është mbrojt nga sulme të ndryshme kibernetike. Sa e ka Kosova të rrezikuar ndoshta fushën e kapaciteteve të saj, ndoshta të infrastrukturës kritike të shtetit, nëse flasim për energjinë elektrike, telekomunikacionin dhe shërbime tjera që kryesisht janë elektronike, digjitale. Sa e kemi të rrezikuar nga sulme të tilla? Është një libër shumë i mirë, Thomas Red e shkruan, libri ka titullin Lufta kibernetike nuk me ndodh kur. Edhe një prej argumenteve kryesore, po më jo kryesore, po një prej argumenteve themeltare të librit, edhe plot argumenteve tjera që ai ka dhe edhe të tjerë që mendojnë si ai, unë e përfshi edhe veten këtu, argumentojnë që sulmet në infrastrukturë kritike, që aksionet kibernetike ose cyber operations, sulmet kibernetike, nuk përdoren për me bo sulmet tilla në infrastrukturë kritike kryesisht. Më thonë janë të ralla, edhe kur dhe që ndodhen, efekti dhe impakti tyne nuk është aq i madh sa është pretendu gjatë këtyre 20 viteve të fundit. Këtu ka shumë arsye, njëna prej tyne nëse dikush dën me sulmu termoelektronën e Kosovës, malet e ka me qit një bomba atje në një bërlepenc edhe e nal ftohjen, se sa me investu qindra miliona euro me pas kapacitete për ofanziv kibernetike, me bo para pregaditje tjere, me sulmu e me nal rrymën e tjere, kur sot një dron është 2.000-3.000 euro, nëse dënë me sulmu, e sulman me dron, dami o fizik, shumë afshtirë me regullu e tjere. Kjo është aspekti ekonomik, është një pjesë e argumentit. Pse kjo pyetje është e rëndësishme është se përderisa duhet me pas kujdes, mos me bo një strategji që është e fokusume në infrastrukturë kritike,
arsyeja pse s'duhet me bëni strategji kryesisht fokusuar në infrastrukturë kritike non-stop, është se mandej nuk këshyret çka po ndodh për një me në hapësirë kibernetike edhe evitohen do sfida tjera. Qytetarët po sulmohen mas të madhe, po i shkojnë SMS-a, pja vjedhin dhanat e kredit kartave. Që kjo është një problem real. Është problemi i shtetit ky. Ditor. Sepse dikush mund thotë është problemi i bankës ku marr shërbimet, është problemi i postës ku marr shërbimet. Është problemi i shtetit. Në fundit, nëse agjencione për siguri kibernetike ose institucione tjera e kanë mandatin me mbrojtë qytetarët, një pjesë e punës është edhe te shteti. Normalisht është edhe te banka, është edhe te vetë qytetari, që mos me ra prej aty në sulme me ditë mi dallu, po realisht është punë e të gjithëve. Këtu do të mi përfshi edhe institucionet. Mandej tjetra është, janë sulmet që i bën qytetarëve, mandej janë sulmet që i bën bizneseve. Harraçi kibernetik është shumë problem në Kosovë, po nuk folet. Për shembull, te Nan Centri na e kena kompani sigurisë kibernetike dhe vazhdimisht kemi komunikim me kompanitë të cilat sulmohen, edhe ju kërkohet harraç, ju bllokohen dhanat, ju thonë duhet me pagu parë nëse dëni më jo kthy adin. Aty njerëzit edhe nihen edhe keq edhe nuk din ku mu drejtu, edhe është një farë lloj marrë me çata. Po mendoj, nuk është situatë e mirë. Po çaja është për mua adresuar, mendoj, që duhet më ndihmu bizneseve dhe njerëzve me u mbrojt prej aty në sulmeve. Shumë ma shumë se sa mbi fokusi edhe i EU-s, edhe shteti valade në infrastrukturë kritike. Kritike të shtetit. Që është e rëndësishme, po ka shumë ma shumë punë që du të më bu. Kur pyeta më herët në raport me shtetet e tjera, si jemi këtë fushë, me Shqipërinë, me Maqedoninë, me Serbinë, ndoshta? Qëre sektorin privat e kena shkëlqyshëm. Kemi shumë njerëz talentuar në Kosovë, tepër, ekstremisht, të cilët nivelin e talentit dhe ekspertizës e kanë nivel global. Edhe këto prej komunitetit të sigurisë kibernetike dhe hakerave në region, paka shumë e din që Kosova e ka një farë është forcë gravituese e talentit sigurisë kibernetike. Për pse qyshe tek ka ardhur kjo situatë, ndoshta ka shumë arsye, po e kemi ekosistemin shumë fuqishëm në sektor privat. Në sektor publik, sigurisht Kosova po hec përpara, këtu mendoj që lider është Shqipëria, që to 3-4 vitet e fundit kanë pas investime shumë mëdha si rezultati sulmeve që i ka po Irani ndaj Shqipërisë. Ata e kanë një sfidë shumë të madhe me Iranin, kush kish thonë, do më thonë që 3-4 vjet non-stop janë në sulm prej IRGC-s ose Gardës Revolucionare të Iranit. Kështu që ata janë paka shumë edhe prej nevojës o dasht me u zhvillu edhe mu aftësu, ka pas fokus të madh, alat ju kanë ndihmu shumë, sidomos Amerika aty ka qenë një forcë shumë e madhe për Shqipërinë që ata merit kapacitetet. Për Kosovën, çka do të ishte ndoshta rreziku më i madh ose sulmi më i keq që mund t'i bëj në këtë rast Kosovës si shtet, sa i përket fushës kibernetike. Gjithmonë po flas ndoshta edhe në sektorin privat, por sidomos në atë shtetëror. Nëse flasim për dhënat të mbi 1 milion qytetarëve që janë në mbrojtje ose janë dhëna që i ka shteti në duar. Unë mendoj që secili sulm kibernetik duhet me u materializu në realitet. Është një farë lloj koncepti të cilin mos t'i thëmë që është si ligj, po sulmet në hapësirë kibernetike nuk ndodhin për me mbet në hapësirë kibernetike. Ato bohen për me ndru realitetin. Do me thonë me bo diçka në hapësirë kibernetike që me pas një avantazh, me fitu pare, me diçka me bo. Me ndodh, me ndryshu diçka. Mendoj që rreziku më i madh për Kosovën është shpionazhi kibernetik. Sepse materializimi i spionazhit kibernetik në aspektin e sigurisë mundet me qenë shumë i rrezikshëm edhe shumë i damshëm për Qysh ndodh kjo? Kosovën. Ndoshta për ta sqaruar pak. Po, patjetër. Unë në gjatë studimeve kom qenë në Washington DC, në Georgetown University. Atje e kom kry studimet e sigurisë, po lanë që i kom pas specializim, kom pas kryesisht për siguri kibernetike me fokus në përdorimin e aksionet kibernetike si instrument
studimin e tyre si instrumenti i inteligjencës. Kështu që e kam një lloj paragjykimi që unë mendoj që kjo është më e rëndësishëm në hapësirë kibernetike, por për me elaboru ma thjesht në të kaluamën, për me bo një vend shpionazh në një vend tjetër, ka qenë është një punë e mundimshme në sensin që agjencionet e inteligjencës duhet me pas mas pari staf shumë të madh të oficerave, duhet me kriju agjenta në shtetin armik, domethënë duhet ata oficera me i çunat shtet, ata me punu atje me i targetu personat të cilët munden me pas sekrete dhe vlerë për shtetin, mandej duhet me fillu cikli rekrutimit i atyne me këshyrë cilët prej tyne po bohen agjenta, cilët kanë me tradhtu shtetin e tyne që me fillu me bo shpionazh, mandej me i mbajt ata agjenta, domethënë non-stop në sigël shpionazhit, rrezikshmëria është shumë e lartë edhe për oficerat edhe për agjentat, mund me pas rrezik diplomatik etj. Domethënë shpionazhi tradicional është shumë i kushtueshëm, shumë i gjatë etj. Tash hapësira kibernetike ka kriju një mundësi të re për shumicën e agjensive të inteligjencës në botë, duke e ditë se shumica të dhonave janë në hapësirë kibernetike, atëherë edhe grumbullimi i inteligjencës bëhet në hapësirë kibernetike, mo nuk i nevojë me çu oficera në shtet armik, atje me bo rekrutim, atje me marr, me bo agjentat. Sigurisht prap ka humint është kjo disiplina. Është shumë e rëndësishme si disiplinë për agjencionet e inteligjencës, por në aspektin kibernetik është, domethënë, kostoja është shumë madhe. Dhe kjo është rreziku më i madh i Kosovës që dikush të spionoj përmes fushës kibernetike, jo më këtë në formën tradicionale fizike. Po, sepse dëgjoni, këtu tash vlen me bëu një vlerësim cilat janë rreziqet kryesore të Kosovës. Jashta sektorit privat po flas. Domethënë ku qytetarë që i plaçkisin e tjerë. Domethënë në nivel shtetëror definohen, këta aktorë janë armiqtë të shtetit edhe shtetësisë të Kosovës, cilat janë mënyrat edhe damet që mundën këta me bo. Njëna prej tyre është delegjitimimi i Kosovës në are ndërkombëtare, në diplomaci, e aty mendoj që spionazhi është i domosdoshëm me ditë çka po bën Kosova me kom po takohet, që shiko planet, sidomos kur po bën këto pjesë të votimit për me integrimin e Kosovës vende ndryshme etj. Kështu që ajo është proces i natyrshëm, secila agjenci inteligjencës e bën atë sen. Po për shembull që aty e kemi një cenim. Tjetra është mas në aspektin e sigurisë kombëtare, forcave tona të armatosura, policisë tonë, na kemi aksione, kemi aktor këtu mbrana Kosovës që nuk e pranojnë shtetësinë, kanë agjenda tjera, edhe për ta është e rëndësishme me ditë çka po bojnë mbrojtësit tonë. Kështu që mendoj që çto rreziqe janë të mëdha, jo pse shpionazhi kibernetik vetë është i rrezikshëm si aktivitet, po materializimi i përfitimit të shpionazhit është shumë i rrezikshëm mendoj për Kosovën, në afat shkurt edhe në afat gjatë. Që kjo është mendoj dami më i madh. Për fund, Robert, një pyetje të fundit, nëse supozojmë që nesër Kosovës i ndodh një sulm kibernetik që paralizon institucionet kryesore të shtetit, është Kosova e gatshme ta përballoj, ta menaxhoj situatën dhe ta kthej normalitetin, apo i duhet ndihma e aliatëve? Unë mendoj që gjithmonë duhet ndihma e aliatëve, mendoj që vetë sanat nuk bohen hapësirë kibernetike hiç se hiç. Edhe tash në këthar konstelacionin e akterëve kibernetik në Kosovë është një bashkëpunim shumë i madh mes institucioneve, akademisë, sektorit privat, na non-stop takohemi, ndihmojmë njëri tjetrit, që sfundmi e bona një ndërmjetësim dikush pat me raportu një sulm që është po, një dobësi që e ka gjetë në një institucion, edhe në farë ndërmjetësimi, bashkëpunimi të thellë, pa tjetër mandej me aleat tonë që i kemi, me NATO-n, me Shtetet e Bashkuara, është nuk ka diskutim, nuk ka koment. Kur vjen puna me këshyr, vish pajisjet të cilat sistemet operative, teknologjitë që i përdorim, qoftë telefonat, qoftë kompjuterat, softwareat,
platformat që i përdorim, të gjitha janë kompani të shteteve aleate tona, kështu që bashkëpunimi është I domosdoshëm këtë fushë. Pa ta s'funksionon. Faleminderit shumë për kohën dhe këtë bisedë, Robert, në episodin tonë. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky epizodi i kësaj jave i podcastit 5 pyetje ku folëm sa i përket sigurisë kibernetike në Kosovë. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës.